Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju momentet më interesante, por edhe për të komentuar ngjarjet edhe dinamika që po ndodhin me Instagramin e Gjestit. Kemi arritur të kuptojmë që ka një rënje të madhe në Instagramin e Gjestit, minus 2000 ndjekës, për të kuptuar se çfarë po ndodhen me Gjestin, çfarë po ndodhen me jetën e tij. Së fundmi në rrjetin social Instagram është vënë re një fenomen i vogël, por domethënës. Artisti të njohur shqiptar Gjestit i kanë rënë rreth 2000 ndjekës nga profili i tij zyrtar. Në pamje të parë, një rënje e tillë mund të duket e papërfillshme, sidomos kur përballë qëndron një shifër madhështore prej 609.000 ndjekës, që ende e mbështesin edhe e ndjekin. Por siç ndodh shpesh në rrjetet sociale, shifrat nuk tregojnë gjithçka. Prapa kësaj lëvizje të vogël numerike, fshihen sinjale që mund të lexohen si një zhgënjim kolektiv apo një mesazh i heshtur nga publiku shqiptar. Një nga arsyet më të përfolura të cilat kanë ngjallur reagime në rrjetet sociale lidhet me mungesën e transparencës nga ana e Gjestit, lidhur me marrëdhënien e tij me këngëtaren Egli. Ata që i ndjekin prej kohësh kanë qenë dëshmitar të një marrëdhënie që është e ndërtuar para publikut, që është ushqyer me bashkëpunime muzikore, foto të përbashkëta dhe një imazh çifti të suksesshëm dhe të dashur për publikun. Mirëpo së fundmi ky imazh është zbehur ndjeshëm. Publiku ka vënë re mungesën e bashkëngjitjes së tyre në rrjetet sociale, mungesën e postimeve të përbashkëta dhe më së shumti mungesën e ndonjë deklarate apo sqarimi. Publiku shqiptar, veçanërisht ndjekësit e figurave publike në rrjetet sociale, është gjithnjë më shumë i ndjeshëm ndaj mungesës së sinqeritetit. Në epokën e informacionit të shpejtë dhe të aksesueshëm, transparenca nuk është më një obsesion, është një pritshmëri. Nuk është kur një personazh publik vendos të ndajë jetën e tij personale me publikun, qoftë edhe në mënyrë të pjesshme, ai krijon një kontratë të heshtur me ndjekësit. Do t'jemi sinqert me ju në rrugtimin tim. Dhe kur kjo kontratë pyhet ose lihet pezull, reagimi i ndjekësve mund të jetë i menjëhershëm, në këtë rast me largimin e tyre nga profili. Domethënë, nga ajo që un kam arritur të siguroj informacione, shumica thonë që domethënë janë të mërzitur nga mos transparenca që Gjesti ka përzgjedhur që të bëjë nga përfundimi i Big Brotherit në raport me marrëdhënien e tij me Egli Takon. Rënja e 2000 ndjekësve nuk është fundi i botës për një artist si Gjesti, por është një sinjal, një tregues që diçka nuk po shkon mirë në mënyrë si po e menaxhon marrëdhënien e tij me publikun. Natyrisht, çdo njeri ka të drejtë të mbajë jetën personale private, por kur publiku është bërë pjesë e kësaj jete nëpërmjet muzikës, interesave, postimeve, mungesa e sqarimeve mund të perceptohet si mospërfillje ose distancim i qëllimshëm. Nga ana tjetër, Gjesti nuk ka bërë asnjë reagim publik lidhur me këtë situatë, ndoshta sepse nuk e shet të arsyeshme të përgjigjet për çdo thashëthem që qarkullon në rrjet, apo ndoshta sepse preferon të mos e ekspozojë më marrëdhënien e tij personale. Çdo artist ka të drejtën e vet për të zgjedhur rrugën që do të ndjek për në botën moderne, ku imazhi dhe komunikimi me ndjekësit janë pjesë integrale e suksesit. Mungesa e reagimit mund të interpretohet si mos vëmendje ndaj atyre që e kanë çuar në majat ku ndodhet sot ai. Fundja, 2000 ndjekës janë vetëm një pjesë e vogël e një komuniteti shumë më të madh që e do e ndjek dhe do e mbështet, por pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme të kuptojmë se çdo ndjekës përfaqëson një zë, një ndjenjë dhe një perceptim. Dhe kur këta zëra fillojnë të largohen, është koha për reflektim. Në përfundim, kjo rënje sado e vogël në pamje të parë mund të shërbejë si një thirrje për introspeksion dhe ndoshta për një komunikim më të hapur me publikun, sepse marrëdhënia me ndjekësit është si çdo marrëdhënie tjetër, kërkon kujdes, vëmendje dhe mbi të gjitha sinqeritet. Dhe kjo është arsyeja që fansat mund të hamendësojnë që arsyeja pse kanë hequr Gjestin nga rrjeti social Instagram mund të jetë ky fenomeni që Gjesti nuk është se ka qenë transparent që nga përfundimi i Big Brotherit për jetën e tij private. Duke qenë personazh publik, unë jam shumë i bindur që publiku e do shumë jetën private.